Bëri përshtypje muzika shumë melankolike, të fortët që i prek zemër Jeti, këngëtari i vjetër nga Durrësi që dikur i këndonte edhe Mercedesit. Pra ishte një nonsens të shohësh dikë që i akuzohet për disa vrasje, të ketë një këngë po themi melankolike, loti, vuajtje, dashurie. Domethënë është edhe ana e butë e tyre përveç asaj se çfarë kanë krye. Ky është një detaj që kapet brenda videos, sepse video është goxha e gjatë për një material gazetarek dhe që mund të jepen shumë detaje dhe që padyshim që ju e keni kapur të pjesë, por që kjo është në shijet e tyre dhe nuk mund t'i ndryshosh shijet tjerëve. Nëse juve mund t'keni shije që mund të dëgjoni këngë muzikë me çifteli edhe me lahutën e Malësisë apo të Kosovës, sigurisht që këta dëgjojnë jetën e Durrësit sepse në fundit edhe në qytetin e Durrësit ishte dhe që pa diskutim një pjesë e tyre më e madhe ishin durrësake dhe sigurisht që kujtonin kohët e vjetra kur ishin liri me sa duket dhe kishin vënë dhe këngën jetë. Këngën e jetës. Që është e njëjta situatë në gjitha burgjet ndaj sepse përmend pak diçka më lart, po a mendon që është e njëjta situatë për gjithë njerëzit e privilegjuar nëpër burgje? Shiko, ju e Flamur keni qenë në Shqipëri dhe keni raportuar mjaft për situatën e brendshme të burgjeve. E njihni shumë mirë sistemin e burgut dhe që për më tepër njihni pikërisht problemet. Jo vetëm të mira që ofrohen brenda në burg, por pjesën më të madhe të problemeve që janë. Burgjet përgjithsisht kanë pasur probleme sepse është një realitet krejt ndryshe. Nëse jashtë është një qytetërim tjetër, sigurisht që kur hyn në burg është një qytetërim tjetër, rregullat janë të tjera, komandojnë të fortët, ka një drejtor burgu, pastaj ka edhe një drejtor të burgosurit, dhe që pa diskutim është ky që kontrollon pjesën më të madhe të burgosurve, është ky që ndan edhe bukën edhe pjatën, është ky që urdhëron se kush duhet të mbajë telefon dhe kush duhet të mbajë drogën, kush duhet të mbajë senet e tjera të palejueshme, deri edhe tek rakia te kazani i rakisë që zjenin atje, por që sigurisht që kemi pasaj edhe një pjesë tjetër të burgosurve që